Këtë shtator, 50 fëmijët e kopshtit numër 8 në Korçë kanë pritur me atmosferë festive rinovimin e ambienteve të jashtme ku ata argëtohen. Fal kontributit të Xhambos, këta fëmijë do të kenë mundësinë të argëtohen me të gjithë lodrat e nevojshme dhe me një ambient tërësisht të rikonstruktuar. Xhambos si pjesë e Balfin Group vijon me aktivitetet e veta sociale në të gjitha shtetet ku ne operojmë. Në Shqipëri këtë vit kemi rikonstruktuar 2 kopshte, një ku gjyshojmë sot kopshti numër 8 në Korçë, duke bërë të mundur risistemimin e të gjithë ambientit të jashtëm për fëmijët. Gjithashtu kemi investuar në një kopësht tjetër në Elbasan. Liço thot se kujdesi për mirëqenien dhe rritjen e fëmijëve është ndër shtyllat kryesore të përgjegjshmërisë sociale të kompanisë. Gjithmonë do jemi afër personave që kanë më shumë nevojë, komuniteteve të caktuara, patjetër pranë kopshteve për të mundësuar një aktivitet sa më të plot edukativ të tyre. Liço shton se këto nuk janë investimet e vetme që janë kryer dhe se Xhambo, njëjtë si gjithë grupi Balfin, e sheh suksesin komercial të pandar nga impakti pozitiv në komunitet. Sipas drejtuesve të kopshtit numër 8, ky kënd lojrash i kishte munguar kopshtit. Fëmijët tashmë mund të shohin lodrat dhe ngjyrat sapo hyjnë në kopësht, ndërsa nëpërmjet tyre do të zhvillojnë një sër aftësish, siç është shëndeti fizik, kreativiteti, por edhe mund të socializohen dhe të bëhen më të pavarur.